Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyati nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in lahu bi ihsanin ila yawmiddin. Qala Allahu ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Falënderimet I takojnë Allahut Azza wa Jall, krijuesit të gjithësisë. Paqja lavdërimi I Tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen dhe shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Dëshmojmë se askush nuk meriton të adhurohet me drejt veç Allahut, një I vetëm I pashoq. Dëshmojmë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është robi I Allahut I zgjedhur I Tij për mbar njerëzimin. Udhëzimi dhe rruga e vetme që çon drejt suksesit dhe xheneteve të larta të Allahut Azza wa Jall. Fjala më e mirë është fjala e Allahut në Kur'anin Kerim. Udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhamedit alayhi salatu wasalam, dhe punët më shëmtuara në fenë e Zotit janë shpiket që në humbje dhe humbje që në zjarr. Nderuar vëllezër dhe motra besimtar dhe besimtare, arritëm pothuajse në gjysmën e muajit të Ramazanit dhe ne thamë që ditët ikin shpejt. Dhe Ramazani thamë ngjan një lumi të gjerë I cili nuk kanë fund mirësitë e tij. Dhe lumë si ata cilët përpiqen që t'jenë në valën apo në rrjedhën e këtij lumi me punë të mira dhe vepra të mira, sepse në këtë muaj ju alecon Allahu njerëzve atë që unë alecon nuk ju alecon ditët e tjera. Allahu Azza wa Jall për të na treguar dashurinë për pejgamberin sa dhe pasimin e tij dhe hedhjen rrugën e tij edhe brenda muajit të Ramazanit, na thot në Kur'anin Kerim: Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Thuaj nëse vërtet e doni Allahun Azza wa Jall, atëre pasojeni atë pra Muhamedit, pasoni mua që dhe Zoti t'ju doj juve dhe t'ju fal gjunaat, Zoti vërtet fal dhe mëshiron shumë. Kush e ka garën dhe shpreson te rahmeti Allahut subhanahu wa taala, dhe e di që ditët ikin shpejt dhe koha mbaron dhe afati I fundit vjen shpejt, le të kujtoj fjalën e Zotit në Kur'anin Kerim: "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushriku bi ibadati rabbih ahada." Dhe kush shpreson në takimin me Zotin e tij, le të bëj punë të mira dhe mos I shoqëroj shok Zotit në adhurim, dhe ta di se Zoti yt pra është ai që fal shumë dhe mëshiron. Vëllezër dhe motra besimtar dhe besimtare, nga udhëzimi I pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam ka qenë llojshmëria apo shumica e llojshmërisë të veprave të mira, dhe ka nxitur I dërguari Allahut alaihi salatu wasallam nga të gjitha llojet dhe format e adhurimeve, që nga namazet, namazi I natës, sadakaja, këshilla urdhërimi për të mirë, ndalimi nga e keqja, leximi I Kur'anit, ndihma e fukarajit, ndihma e jetimit. Sepse është si tham gara e cila kur fillon lumë si ai I cili punon të gjitha këto lloj forma adhurimesh që të arrijë kënaqësinë e Zotit të tij subhanahu wa taala. Prandaj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si thot Aisha radhiyallahu anha, ishte njeriu bujar ose njeriu më bujar. Kurse në Ramazan ka qenë edhe më bujar se herët e tjera, ashtu siç era që fryn, thot pejgamberi, thot Aisha radhiyallahu ta'ala.
Pra çka do të thotë që e zgjeronte gjoksin kraharorin pejgamberin sa muajin e Ramazanit, pikërisht në muajin ku zbret rahmeti i Zotit subhanahu wa taala dhe përfshin çdo detaj të jetës së njeriut, që ndryshon qenien njerëzore në të gjitha aspektet e jetës tij. Nga hedi i tij, nga edukata e tij alayhi salatu wassalam në Ramazan, ishte shpejtimi i fitrit, i iftarit. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ajjilu al-fitra wa akhiru as-sahur. Shpejtojeni iftarin dhe vonojeni syfyrin. Madje nxiste sahabët radhiyallahu anhu për syfyrin, thoshu tasahharu fa inna fi as-sahuri baraka. Hani syfyr, se në syfyr ka bereqet, thoshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mblidhi nënën tënde, gruan, fëmijët e ty në sabah, bëni dua, hani syfyrin, se në syfyr ka bereqet, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në hadithin tjetër thot juilet barakatu ummeti fi suhuriha au fi bukuriha, është bërë bereqeti i umetit tim në sabah herët. Prandaj vëllezër dhe motra, prej udhëzimit i tij alayhi salatu wassalam, e ka pasur zakon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bënte iftarin para se të falte namazin. Pra e çel presoni iftarin me kokur hurm apo me i gotuj, siç ka qenë dhe udhëzimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse kishte hurma e çelte me hurma, dhe nëse nuk kishte hurma pinte ujë alayhi salatu wassalam, dhe këtë e bënte para namazit. Për udhëzimin e tij alayhi salatu wassalam, nxiste shumë njerëzit dhe përpiqej shumë me dua, me përulje ndaj Zotit subhanahu wa taala, me lutje ndaj tij azza wa jall, me kërkimin e mëshirës, e faljes, me kërkimin e mbulimit meta, me larjen e gjunave. Përpiqej shumë pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i nxiste njerëzit për i vepër të tillë që t'i përfshinte ata rahmeti i Zotit subhanahu wa taala. Prandaj keni kohë, ditët, momentet, çastet më të mira që pranohen lutjet dhe nuk kthehen mbrapa. Përpiquni të përfshini në lutjen tuaj veten, familjen, farefisin, nënën, babën, vllajin, motrën, miq, shok. O Zot udhëzoj, o Zot fali, o Zot mëshiroj, o Zot shëroj çmuret e tyre, o Zot begatoj, o Zot largoj nga hallet, o Zot shlyja borxhet. Edhe çfarë thot meleku, edhe për ty qoftë ashtu, dhe ju e dini, s'ka thënë pejgamberi sa sem që duaja e melekut nuk kthehet mbrapa. Prej hedhjit ti, prej udhëzimit ti alayhi salatu wassalam në Ramazan, i nxiste dhe i ndalonte sahabët radhiyallahu ta'ala anhu për qetësi. Pra ta'alu sakinatu fi qulubil mu'minin, pra nxiste pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që tishin të qetë gjatë muajit Ramazanit dhe i ndalonte ata anir rafathi wal lagwi wal ghibati, i ndalonte ata nga fjalë boshe, nga fjalë koti, nga fjalë pa kuptim, nga thashethemja, pikërisht mos ta prishin bukurinë dhe hejben, krenarinë dhe madhështinë në muajin e Ramazanit. Dhe sa nevojë kemi ne si popull dhe si shoqëri që ta mësojmë gjuhën tonë, të flasim pak jo vetëm për Ramazan, po dhe jashtë Ramazanit, dhe këtë lloj edukimi dhe këtë lloj forme edukimi na e nxit muaji Ramazanit. Prandaj vëllezër dhe motra, është koha duas, e lutjes, e përkujtimit, e urdhërimit më të mirë, këshillimit, e pajtimit midis njerëzve, sepse shoqëria jonë, kemi thënë, ka aq shumë dinamik, është aq shumë e ashpër, sa njeriu ka harruar veten e tij, ka harruar familjen e tij, dhe është hequr nga neve natyra e rahmetit e natyrshmërisë, dëshirës mirë për njerëzit. E keni parë se si është këtyre shoqëria, një shoqëri individuale, nuk duan t'ia dinë më për njerëz për njëri tjetrin, nuk kanë mëshirë për njëri tjetrin, nuk kujdesen për njëri tjetrin, nuk i thonë fjalë të mirë për njëri tjetrin. Atëherë, nëse neve nuk e bëjmë këtë dhe nuk shfrytëzojmë pikërisht këtë muaj, kush do ta bëjë? Nga natyra njerëzore është njeriu treq nga vetja e tij. Khuliqa al-insanu dha'ifa, shkrijuar njeriu i dobët, thot Allahu azza wa jall, pra anon nga vetja e tij. O kana insanu akthar an-nas jadalan, dhe njeriu është kundërshtari më i madh, thot Allahu azza wa jall. Prandaj, atëherë çfarë zbut zemrën e vëllezër? Fjalët e Allahut azza wa jall, fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahman, Ar-Rahimun, yarhamuhum Rahman, njerëzit e mëshirshëm i mëshiron Rahman, i mëshiron Allahu subhanahu wa taala. Mëshironi ata që janë tokë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, t'ju mëshiroj që është mbi qiell. Prandaj hapeni zemrën tuaj, mëshironi njerëzit, ndihmoni, lutuni për ta, nuk keni mundësi të ndihmoni, lutuni për ta. Sepse inshallah duaja nuk kthehet mbrapa. Për udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë
që në udhëtim ai herë agjeronte dhe herë nuk agjeronte, dhe i linte të zgjidhnin sahabët radhiyallahu anhu që kush kishte mundësi le të agjeronte në udhëtim, kush nuk kishte mundësi mos ta agjeroj, edhe pse më e mira është që personi nëse ka ndjehet keq gjatë agjerimit në udhëtim, atëherë prej sunetit dhe traditës tij alayhi salatu wassalam është që ta prishi pra agjerimin. Prandaj këto janë disa këshilla vëllezër dhe motra që duhen bërë në muajin e Ramazanit, dhe i kam nxjerrë nga libri i Abi ibn Qaid min hedihi sallallahu alaihi wasallam, nga udhëzimet e tij pra për Ramazan. Elusim Allahu subhanahu wa taala të na falë gjunat dhe gabimet. Elusim Allahu të na mëshiroj, dhe na përfshin rahmetin e tij. Walhamdulillah, sallallahu ala nabina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi të kon Allahut azza wa jall, paqja lavdërimi i tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen dhe shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Për udhëzimin dhe edukatës tij alayhi salatu wassalam dhe edukatës që na përcjell Kur'ani i Kerim, mundet të provohet besimtari që ta cënojnë agjerimin e tij, ta provokojnë. Dhe prandaj i pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin e tij na tha që nëse dikush për jush agjeron dhe vjen dikush e ngacmon, e cyt thot populli, e nxjerr jashtë edukatës tij apo e bën nervoz, thuaj un jam agjeruar. Fala rafatha wala fusuka. Pra nuk ka fjalë boshe, nuk ka prishje, nuk ka shturje në Ramazan. O ju vëllezër, kjo duhet të jetë rregull i gjithë jetës tonë. Por në këtë muaj i bëhet dhe akoma më e ashpër, më e egër qortimi, më e fortë ndalesa, pikërisht që njeriu të përpiqet kuptoj se sa i dobët është përpara fjalës, sa i dobët është përpara sprovave, sa i dobët është përpara gibetit, sa i dobët është përpara gjendjes tij emocionale. Prandaj dhe kemi nevojë pikërisht për këto momente që ne thamë që ditët e Ramazanit nuk i ngjajnë ditëve tjera, dhe as netët e Ramazanit nuk i ngjajnë netëve tjera, dhe as koha e Ramazanit dhe sadakaja në të, dhe namazin e të, dhe fjala e mirë në të, dhe veçimi yt me Allah në adhurim me të, nuk i ngjajnë ditëve dhe netëve tjera. Në këto mënyrë vëllezër që zbret rahmeti Allahut azza wa jall, ku thot Zoti subhanahu wa taala, është dikush që kërkon falje ta fal, është dikush që kërkon mëshirë ta mëshiroj, është dikush që ka diçka të përgjigjem lutjes tij, atëherë përpiquni dhe luteni Allahun azza wa jall për veten tuaj, për familjarët tuaj, që t'ju udhëzoj Zoti subhanahu wa taala, t'ja hapi zemrën, t'ja hapi gjoksin, t'ja hapi kraharorin, ta ndjejnë këtë qetësi dhe këtë paqe shpirtërore që ndjeni edhe juve. Nuk është çudi që Zoti subhanahu wa taala ju ka zgjedhur sot të jeni në xhaminë e tij, për të falur namazin, për të adhuruar Allahun azza wa jall, për të ndarë gëzimin me njëri tjetrin, sepse e shikoni sot që shoqëria kur nuk e gjen qetësinë shpirtërore tek shtëpia e Zotit, si mund ta gjejnë rrugë, si mund ta gjejnë kafene, si mund ta gjejnë shoqërinë e thashethemeve, e djallëzive, e dredhive që bën çdo ditë, si mund ta gjejnë vend tjetër, kurse Allahu subhanahu wa taala në hadithin kutsi që transmeton pejgamberi sa nga Zoti i tij, ma jalasa qaumun fi baytin min buyutillah, nuk është një popull i cili ulet në shtëpi për shtëpive të Allahut, yadhkuruna fiha Allah, e kujtojnë atë, e përkujtojnë Zotin, illa ghashatuhumur rahme, dijeni se i përfshin ata, i mbulon ata mëshira Allahut azza wa jall, dhe i rrethojnë thot me lajket ata me krahët e tyre në shenjë nderimi për besimtarët që vinë në xhamia dhe përkujtojnë Zotin dhe mësojnë fen Allahut azza wa jall. Prandaj në këtë muaj është 10 fishë rahmetit Allahut azza wa jall. Prandaj vëllezër dhe motra, shfrytëzoni kohën dhe momentet, ndoshta ku e dim, mund të jetë dita fundit për neve. Ndoshta mund të jetë momenti i fundit për neve. Askush nuk ka garanci se do të lindi nesër, do të jetojë nesër, do të marrë frymë nesër, pra le të jetë këto ditë si ditët e fundit që njeriu afrohet me Zotin e tij, siç ishte pejgamberi, nuk kishte kohë për thashetheme, nuk kishte kohë për ankesa, nuk kishte kohë për gjëra boshe, vetëm përkushtoi adhurimit të Allahut subhanahu wa taala, përkushtonte Zotit, imanit, ibadetit, veprave të mira. Prandaj le ta transformojmë xhamitë tona në xhami që gumzhin nga leximi i Kuranit subhanahu wa taala, dhe mos i kthejmë xhamitë tona dhe shtëpitë tona në varre që nuk bëhet asgjë, kanë kaluar në heshtje. Elusim Allahun azza wa jall na gjallëroj zemrat me fenë e tij. Elusim Allahun na gjallëroj zemrat me Kuranin e tij. Elusim Allahun na ndriçoj shpirtat me Kuranin e tij. Elusim Allahun na udhëzojë në udhëzimin e pejgamberit të tij.
E lutim Allahun na forcojë në fenë e tij. E lutim Allahun na bashkojë zemrat në xhenetet e tij. E lutim Allahun na bashkojë zemrat në dynjë dhe në ahiret. E lutim Allahun na bashkojë zemrat në dynjë dhe në ahiret. E lutim Allahun siç na ka bashkuar në xhami, na bashkojë në firdeusin e tij. E lutim Allahun na i falë gjunahet dhe gabimet. E lutim Allahun na i ruaj familjet tona. E lutim Allahun na i ruaj djemt dhe vajzat tona. E lutim Allahun na i mëshiroj gjyqrit dhe gjyqet tona. E lutim Allahun të i fali vëllezërit dhe motrat tona kudo që ndodhen. E lutim Allahun të ndihmoj vëllezërit dhe motrat tona kudo që ndodhen. E lutim Allahun të ndihmoj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. E lutim Allahun të ndihmoj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. E lutim Allahun të ndihmoj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. O Zot, shëroj të smurët e tyre. O Zot, shëroj të smurët e tyre. O Zot, shëroj të smurët e tyre. O Zot, forcoj të gjallët e tyre. O Zot, bëj ata të qëndrueshën në fen tënde. O Zot, largoje sprovën. O Zot, largoje sprovën. O Zot, largoje sprovën. O Zot, zbrit mi ta rahmetin tënd. O Zot, zbrit mi ta rahmetin tënd. O Zot, nuk ka mëshirë për ta vetëm se mëshira jote. O Zot, i braktisin njerëzit, po ti nuk i braktis robët e tu. O Zot, njerëzit braktisin njerëzit, po ti nuk i braktis robët e tu. O Zot, ti nuk e thyen besën kur, njerëzit e thyen besën. O Zot, ti nuk e thyen premtimin, njerëzit e thyen premtimin. Prandaj mbaje premtimin tënd ya Rabbil Alamin, wa anta khairu dhalika wa qadirun alayh. Ti je i vetmi që e mban premtimin dhe ke mundësi. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Trisni kamet.